Në 2 milion qytetarë me të drejtë vote janë thirrur këtë të diel në Kosovë për të marrë pjesë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të cilat priten me interes të lartë politik dhe ndërkombëtar. Procesi vjen pas një viti të ngarkuar elektoral dhe institucional ku vendi ka mbetur pa një qeveri dhe mandat të plotë dhe pa vendimarrje kyçe. Zgjedhjet e 28 dhjetorit janë të tretat brenda këtij viti pas atyre lokale të tetorit dhe parlamentareve të mbajtura në shkurt, të cilat nuk arritën të prodhojnë me shumicë funksionale një situatë të paprecedent që nga shpallja e pavarësisë, e cila i ka kushtuar buxhetit të Kosovës rreth 35 milion dollar dhe ka thelluar pasigurim politike. Megjithatë, skepticizmi mbetet i lartë nëse ky proces do të sjellë një zgjidhje përfundimtare të ngërçit institucional. Kryeministri në detyrë Albin Kurti kërkoi një mandat të tretë të qeverisë dhe synon që përmes vetvendosjes të sigurojë mbi 50% të votave, çka do t'i lejonte krijimin e qeverisë pa partner koalicion. Nga ana tjetër, Partia Demokratike e Kosovës synon rimëkëmbjen politike pas një rezultati zhgënjyes në zgjedhjet lokale, ku humbi disa bastione tradicionale. Dorëheqja e Memli Krasniqit dhe zgjedhja e Bedri Hamzës në krye të partisë shënon një përpjekje për rifreskimin e leadershipit, ndërsa nga Lidhja Demokratike e Kosovës me Lumir Abdixhikun synon postin e kryeministrit. Rol përcaktues në formimin e qeverisë së ardhme pritet të kenë dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate, rezultatet e të cilave mund të diskutojnë koalicionet pasgjedhore. Pas zgjedhjeve të shkurtit, partitë opozitare refuzuan bashkëpunimin me Albin Kurtin, duke thelluar më tej bllokadën institucionale. Ngërçi politik do të reflektohet drejt për drejt në ekonomi, pasi mungesa e një shumice parlamentare ka penguar miratimin e buxhetit për vitin e ardhshëm dhe realizimin e projekteve publike. Po ashtu, procesi i integrimit evropian ka mbetur i bllokuar me rreth 900 milion euro të planit të rritjes së Bashkimit Evropian të ngrirë për Kosovën. Raporti i fundit i progresit vëren mungesë për parimin në reformat kyçe në drejtësinë dhe administratë, ndërsa heqja e plotë e masave ndëshkuese të BE-s mbetet e kushtëzuar nga ulja e tensioneve në veri dhe avancimi i dialogut me Serbinë. Përpasoj, Kosova vazhdon të jetë i vetmi vend në rajon pas statusin e kandidatit për antarësimin dhe Bashkimin Evropian, një realitet që pritet të ndikohet drejt për drejt nga rezultati i këtyre zgjedhjeve.